Është rritur mes serrave e punëve bujqësore. Këtë veprimtari e ka nisur shumë herët. Najit Uka është një agronom i suksesshëm nga fshati Piranj e Prizrenit, me një përvojë shumë vjeçare dhe pasion të thellë për zhvillimin e bujqësisë moderne. Quhem Najit Uka, agronom me profesion i pa punë, po merrem me kultivimin e kulturave bujqësore, sidomos perikulturë, duke filluar nga lakrat, trangujt të cilët e kultivojmë në serë, spec dhe domate. Lakrat kemi fillu një kohë kemi pas edhe në serë, gjatë fushatës së dimrit, për shkak të kushteve klimatike të cilat nuk mundën. Mirë po tash kemi fillu edhe fush tapon lakra. Tash për momentin në serë kemi tranguj, të cilët janë në fazën e prodhimit. Kemi fillu edhe vjeljen, shitjen normal për momentin në tregun e lirë. Mirë po së shpejti pritet të fillojnë edhe pikat grumbulluese të cilat sasinë e prodhimit të trangullit të cilat bëhet në këtë hapësirë, në këtë përdrini, e grumbullojnë dhe e dërgojnë në shtetet e Bashkimit Evropian. Janë tranguj të cilat kultivohen me programe të firmave austriake të cilat e kanë pru programin e kultivimit, spërkatjes, trajtimit me preparate të ndryshme, me kushtet të cilat i kanë apliku, i kanë kërku firmat austriake. Ne i përmbahemi këtyre kushteve, këtyre spërkatjeve dhe përpunimeve, sepse është edhe në interesin tonë, shkaku që u tregu kjo metodë e kultivimit me program austriak u tregu e suksesshme, është viti i 4 që planifikojmë dhe praktikojmë këtë program. Në këto sera ku çdo gjë është e menduar deri në detaj, rriten me kujdes domate të ëmbla, tranguj, speca, sallata të lloj-llojshme dhe shumë kultura të tjera sezonale që mbushin tregun vendas me produkte të shëndetshme e të kontrolluara. Bujqësia si profesion është profesion ose nga tradita familjare, ose për ndonjë ide, ose për ndryshe është profesion i rëndë, mirë po si traditë familjare kemi trashëgu nga prindi dhe kemi fillu qysh herët në vitet para luftës ka qenë kjo fush e punune shumë me sidomos speci ka qenë një kulturë dominante, mirë po me kalimin e kohës kemi fillu dhe se më herët serat nuk kanë qenë praktikune, ka qenë kushtet më të mira kultivuse dhe është përshtat, ka qenë prodhimi i specit ka qenë suksesshëm, mirë po me ndryshimin e kushteve klimatike na kanë detyruar që të merremi edhe me kultivimin e kulturave bujqësore në ambientet të mbyllura, përkatësisht në sera. Lakra është një kulturë perimore e cila mundet me adaptu kushteve klimatike, për atë arsye edhe kultivohet më lehtë, më shpejt. Ka kultivarë të cilët janë periudhën vegetative e kanë më të shkurtër, disa janë më të gjatë, varet prej edhe kjo na mundson që kohë pas kohë, kur kemi pauzën shitje në prodhime tjera, mundemi me pas të ardhur nga kultivari i lakrës. Është një kulturë e cila mund të kultivohet edhe në fushë të hapur, edhe kohë pas kohë mundemi shfrytëzu të mirat të cilat na i sjell shitja e tyre. Mirë po, tregu i lakrës është tregu më i rrezikshëm, mundet ngritje të ramje të çmimeve, tregu i Bashkimit Evropian më vështirë mundet me dëpërtu lakra se ka dhe kultura të lakrës që kultivohet edhe në vende tjera, përpos specit edhe trangullit që ka tregun më të sigurt. Megjithatë, fuqi punëtore më pak kërkon, për atë arsye dhe fillojmë kultivimin e lakrës. Dita për të fillon qysh në orët e hershme të mëngjesit dhe përfundon me perëndimin e diellit. Nga mbjellja e lule lakrës e deri tek domatet, të gjitha i punon me shumë vullnet emotiv. Një ditë e një bujku të rëndomt, fillon është ditë e rëndë, fillon herët, ose duhet të zgjohesh herët për të shfrytëzuar temperaturat e freskëta të mëngjesit dhe mund të fillon deri kur fillon ngritja e temperaturave, të cilat është vështirë e përballueshme të rrish në fushë të hapur. Atëherë duhet të shfrytëzosh ose të punosh diçka tjetër, të kesh edhe një veprimtari ose në paketim, me një depo, ose në shtëpi të bërë një punë ndihmëse, për ndryshe ta imponon, puna e bujkut ta imponon një orar të cilën nuk e ki dëshirë ti, po ta imponon kushtet klimatike. Pra do të zgjohesh herët, të punosh
edhe mas ditë dikur ta shfrytëzon deri vonë. Përveç punës që bën, Naiti është më së i informuar për çdo gjë të mbjellur në serat e tij. Ai na tregoi edhe për çmimet e perimeve të tij. Sa po shkon çmimi i trangëve, domateve, lakës, edhe sa jeni me çfarë çmimi jeni në treg. Veç shifra sa kështu sa shkon. Trangujt për momentin që janë prodhim është çmimi i mirë, për momentin është 50 cent, ka pas çmim më të lartë, po ato kanë qenë çmime e dim që nuk janë të kapshëm edhe për konsumatorin e thjesht. Pritet edhe me radhë dhe pak 40 cent, si ta kalon 40 cent, trangulli është çmimi levardish. Spec ende s'kemi dalë, pritet edhe një kohë, speci lëviz, çmimit lakra edhe ato ka pas një çmim më të lartë, mirë po me fillimin si del prodhimet vendore, bjen çmimi stabilizohet, ka mundësi edhe mes masi. Lakra është e tillë, e dim, vetëm nëse ka treg jashtë. Kështu që për momentin me trangull jemi të kënaqur në çmimi dhe presim fillimin e pikave grëmbëlluese të fillojnë. E rruga drejt këtij suksesi nuk ka qenë gjithmonë e lehtë. Naiti tregon se gjithçka ka nisur me një dashuri të hershme për bimët dhe një vendim të fortë për të mos e braktisur tokën, siç kanë bërë shumë të rinj të zonës. Sfidat e bujkut fermerit, sidomos fermerit të ardhshëm, kemi një lehtësi çat GTP-ja na mundson të kemi disa informate, çat kulturës, çat kultivimit të ndryshme, na mundson ato. Mirë po, ana financiare, përkraja nga institucionet mikrofinanciare dhe ato financiare, qoftë bankat qendrore me ato programet e veta të cilat, po që se shkosh me një bank, me lyp një 5.000 euro, thotë jo shko mikrofinanca, mikrofinancat e kanë për 120%, në vend që të ketë u fol disa herë agrobanka, sa dhe unë, ato nuk po arrijen, mirë po edhe bankat e nivelit tjera lokale dhe ato më të larta nuk po e përcjellin fermerin. Lypin programe, lypin cash flow-in, shka ta di unë ato programet, ato një fermeri thjesht s'mundet me i bo, po që as që angazhon një kontabilist ose se diçka, ajo është një ngarkesë tepërt që nuk mundet fermeri me përcjell. Për shembull edhe për serë kanë lyp firmë, lypet duhet me një serë e cila s'mundet me arrit ku më ditë sa qarkullim. E në një kohë kur shumë të rinj po largohen nga fshati në kërkim të një jete më të mirë. Naiti tha se jeta më e mirë fillon pikërisht aty ku jemi, me duart tona. Trendi i braktisjes është trend aktual, po braktisja është mundësi që mundet mu kontrollu, po që se interesohen institucionet, sepse ti fermerit s'mundesh me thonë zyre bëhet kjo. Duhet me shku mas pari fermerin e suksesshëm që ka të tillë në këtë rajon, ka fermerë shumë të suksesshëm, ata me këshyrë, me financu ata, jo me financu me kesh, po me projektet ative, të cilat idetë që i kanë, sepse tash po ka ide me financu fermerët e suksesshëm me kushte studenti i ri me pa që ka mundësi me mbijetu dhe me pas prosperitet edhe me bujqësi. Për ndryshe nëse ti e financon një fermer ose një student të ri, i ja jep një program ai kur së marë, edhe bujqësia është din me të penalizu shumë. Ti më bujqësi në ndërtimtari e bën një gabim e përmirëson mbrana ditës. Në bujqësi s'ki me përmirëson mbrana ditës. Një vit të hanë. Një investim 10.000 euro për shembull, nëse minimumi që duhet më investu në këto, s'mundesh ti me prit mbrana muajit edhe me konkretizu edhe me përmirësu. Duhet me prit vitin tjetër. 10.000 euro ke jep një vit, edhe 10.000 euro një vit tjetër 20.000, mo falimenton. Ajo që agronomi Nait Uka kultivon nuk janë thjesht domate apo tranguj, por është siguria ushqimore e familjeve tona, shëndeti ynë i përditshëm dhe cilësia e saj që vendosim në tryezë.